Njerëz prej Majdanozi, me besime prej Majdanozi, të tregojnë historira me Majdanoz për të justifikuar sjelljen e tyre prej Majdanozi. Dëgjoj edhe herë. Sa i natë me goca, si nuk e gjeta dhe unë një burr nga këta që përdoren për lajme, për rrjete sociale, kështu, për këra në Instagram. Ngela fare. Apo nga që unë nuk para afroj bilbilusha. Si ka bëjmë? Ngelëm. Gjithmonë burr me lesh në turr. Një bilbilushmi. Apo çdo. Njerëz, sa erdha shtëpi, por deshta më kallëzu. Dje, për gjithë juve që jeni kanë në TikTok, edhe keni pasë kjo majit që kam ble për $20, e kam kombinua me këtë fun, që është Valentino, për i të herë vajzë mos më bërzien punë. Edhe e kam kombinua me këto këpucë që janë Chanel, kështu që edhe diçka që janë shtrejt, kombinohet me diçka që janë lirë, e diçka janë lirë me diçka shtrejt. T'jesha mirë për ju. Ciao! Kids are in bed and I am here making myself for dinner. I got mushrooms, bok choy, and that's it. Some feta cheese, some yogurt, I'm making a light. Long day here, you guys. This is all I could scramble for tonight. I don't have my kunat to make me pita. Ju prezantoj me outfitin tim për sot. Uroj t'ju ketë pëlqyer dhe miru pafshim. Bëj shaka. Nuk mbarova me kaq, sepse kjo është ajo çfarë ju shihni, ajo çfarë ju nuk shihni dhe nuk nuhasni dot është parfumi që kështu duhet t'ju tregoj. Dhe sot vdes për këtë parfum, vdes. Është fiks për mua. Atëherë, ky parfum është konsiderohet shtëpia e drurit, pra ka shumë hud brenda, ud. Dhe unë e lidh automatikisht me herën e tokës. Jo kam thënë dhe herën tjetër kur ja prezantova, por që dëshira e secilit në fakt është që të ketë një erë të veçantë dhe mos ta përhapim. Edhe unë e di që ndoshta ju jeni të apasionuar për disa parfumeve të cilat janë bërë shumë virale, edhe këtë nuk e keni parë, por unë po ju bëj nder. Po ju bëj nder që ju të jeni të veçantë. Kaq kisha. Dhe nëse e keni provuar si parfum, pas videove që keni parë nga unë, atëherë ju lutem më shkruani në mesazh që unë e kam provuar dhe më pëlqen shumë. Normal që ju ka pëlqyer, nuk e diskutoj fare.